procedura. A ka mundësi zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi të referojnë një sakt rendit ditës? Po. Ndërsa do t'ju kërkoja ti përmbajmë i rendit ditës, a më qepe gojen tani dër. Leken, vëlle gojen, se t'kam gjuhë fort. A ka mundësi të kthehet mbledhja në normalitet? Sepse vim këtu edhe bëjmë gjyqje. Jo, se kjo degradon biseda kështu. Shqetësimi që ngritur Ursiu, pavarësisht nga tonën, se edhe unë mas e të provë, po dërove. Po mirë, pa, dakord, edhe ndjes tash, po kërkojë ndjes për atë. Thelbi bisedës ishte. Thelbi bisedës ishte. Le të fokusohemi tek ajo për cilën e kemi thrit. Të lutem, me qetësi. Nuk them se s'do bëjmë pyetje, por drejt e thash unë fillim. Në komisionin e ligjeve gjithmonë e kemi bërë praktik që kemi ngrit çdo lloj pyetje në lidhje me punën e organeve drejtësisë, që janë përfshirë dhe rezoluta e kuvendit. Këtu i kemi thritur për çështjet e krimeve zgjedhore, çfarë mund të përmirësojmë, çfarë nuk shkoi, çfarë shkoi mirë. Prokurori të lutem. Po lemë nenin tash unë them shkresin që kemi nisur. Tash a doni ta kthejmë në instancë produktive? Ti dëgjojmë, nuk jemi dakord me ata, ti mbajmë shtim. Kjo është detyrë e ligjvënësit. Rendi ditës është përmirësime, thot, çfarë përmirësime legislative, praktik pune dhe çfarë do nxjerrim në konkluzion si politik bërës për gjërat që shkojnë. Kjo është biseda normale. Ngarkesat politike. Ore tash të lutem se rendin e ditës aty e ke pas. Tash ti e ke mendjen të vish me libra. Megjithatë, të lutem shumë se edhe ata kanë punë. Edhe po s'e s'punë se do të gjën gjithë ditën deklaratat tona këtu, ma kupton? Çao bën me këtë çështje, thot ai çao bën me këtë çështje. Ai është aty për jemi objekti i punës së këtij komisioni, të lutem shumë, se zoti Bylykbashi është dakord me ty që trasim, ti fokusohemi te objekti. Jam shumë dakord, pyese çfarë nuk shkon mirë me këtë punë, çfarë sugjeron kam lënë hapësirë sa duash në lidhje me çështjet që lidhen me zgjedhjet, qoftë dhe pranë ndalimin e krimeve zgjedhore, por të fokusohemi te kjo temë. Mos kalojmë te gjitha temë. Tashi, zoti Braus ka pyetje zoti Komicit, lutem, ka zoti Komici, lëre këtë debatin, kaloj debat. Jo, nuk do bëjmë. Po nuk do bëjmë se s'është interpelans, as jemi në kuvend tash. Më përmendi emrin, s'përmendi emrin. Në fund zgjoni me njëri tjetrin. Zoti Komici. Ka pyetje. Po le tash të themi lidhen të sqarojmë jashtë. Zoti Komici, keni pyetje? Faleminderit zoti Gjiknuri. Në radhë parë, unë do doja të falenderoja drejtuesin e SPAK-ut në kuadër të punës apo veprimtarisë grupit hetimor Task Force, qoftë edhe në vitin e parë të veprimtarisë së tij, ku do të thoja që fryma apo prezenca e kësaj strukture është ndyer